Vetëm 4 kilometra nga qyteti i Suarekës shtrihet fshati Peçan. Ky fshat në të kaluarën njihej për trimëri dhe mikpritje. Fshati është i strukur në një lugin dhe në të trija anët është i rrethuar nga kodrinat e shumta që e mbrojnë nga stuhitë ndryshme. Natyra këtu ka derdhur pa kursim gjevahirët e saj. Peçanit sot i bëjnë roje edhe heronjet e luftës, të cilët janë të rreshtuar përbash shkollës fillore të fshatit dhe me sakrificën e tyre sikur flasin me gjeneratat e reja dhe u tregojnë atyre se si duhet luftuar për atë vë. Dy dëshmorët i kemi tu që në radit këtu pak metra prej shkollës në 20 metra më poshtë. Muhamet Krasniqi dhe Xhemaili Bityqi. Fshati Peçani ka gjithsej 7 dëshmorë. Përfshirë dhe Bacin Hamdi që është më i vjetri. Enver Bityqi, Milaim Bugari dhe Hamzi Bityqi. Ka dhe 15 apo 16 viktima civile të luftës. Këtë herë, qëllimi ynë është të nxjerrje në dritë e veprimtarisë patriotike të qytetarëve të Peçanit dhe në veçanti të familjes Ramadan Shemseddin Gashi. Urrejtja kundër armikut shekullor serb nuk daton sot në këtë familje. Ajo rënjet i ka nga Shemseddin Gashi, i cili si i ri ju bashkua grupit të lidhjes së Prizrenit për të vazhduar më vonë aktivitetin në Lëvizjen Nacional Demokratike të prirë nga vëllezërit Zek, Sef e Jashar Bayraktari dhe kushëriri i tyre Destan Bayraktari. Kjo lëvizje bëri rezistencë të madhe ndaj pushtuesit serb, sidomos gjatë viteve 1925-1927, për çka edhe ky grup dënohet me burgim të rëndë. Peçani njihet edhe me njerëz që kanë dhënë kontribute të jashtëzakonshme gjatë gjithë historisë sonë të lasdishme, duke filluar nga bashkëvendosi ynë që tashmë është në botën e afërshueshme Shemseddin Gashi, i cili pas luftës së dytë botërore për aktivitetet e shumta patriotike është burgos dhe është pajtë për burgje dhe kazamatet e ndryshme serbe. Ai fatkeqësisht i ka mbetuar torturave më të egra që ka pasur, por që pastaj ka organizuar jetën e vet me familjen e vet, duke krijuar familje të shëndosh dhe djem punëtor e djem të qetshëm dhe gjithë hapësirën e fshatit tonë. Në Peçan jetojnë ka herë familje të ndryshme, të fisëve të ndryshme, siç imi mësuam ju thonë. Ndër këta banorët e vjetër janë edhe familja e madhe Gashi në Peçan. Do doja edhe një për detyrë me përmend Shemseddin Gashin, një burr që ka vujt në burgjet jugoslave, që gjithë jetën ka qenë i përmallshëm për shqiptari dhe publikisht në çdo neja ka demaskuar Jugoslavinë si anmike e popullit shqiptar të Kosovës. Mallë kemi pas si fëmijë me u takuar me Bacin Shem, si i thoshim ne. Na fliste për Shqipnin, ku ka pas edhe një motër të martuar e që s'ka arrit kur me shku me pa. Rrugën e babait e ndoqi edhe djali i tij, i cili në moshë të re detyrohet të largohet nga vendlindja dhe të vendoset në Berlin.
Ky është Ramadan Gashi, luftëtar I heshtur I lirisë, fjalë pak, punë shumë, patriot dhe veprimtar I moqëm për lirin e atdheut. U lind në Peçantë të Suharekës në një familje shqiptare me ndjenja të larta të atdhedashurisë. Keni ardhur vitet 1973 me 17 shok, me mu ka qenë Belul Berisha, ka qenë Haki Doka, Ramadan Doka, ka qenë disa dhe shumë të tjerë, edhe kemi ardhur në Berlin, po vitet e para kanë qenë për neve bukur trona, sepse edhe me gjuhë nuk e dishëm gjuhën as pak, edhe me punë si shumë mësuar, kështu që me disa vite kemi o konë për neve shumë rënë. Pastaj fillu më mësuar, edhe ma vonë për faktorin u hap klubi Bayram Cur. Pas përfundimit të këtij aktiviteti të organizuar nga shqiptarët në klubin Bayram Curi, Ramadan Gashi më ftoi që të shkojë në shtëpinë e tij si vendas që më kishte, sepse u njohëm se jemi të dy të një komune, më ftoi që të shkojë për një kafe në shtëpi dhe aty u njoha me zonjën e shtëpisë Injen Hum dhe fëmijët dhe vajzat e tij. Ramadan Gashi kishte të vetmin djalë Haxhiun, I cili na bënte ato shërbimet e odave të burrave, sepse Ramadan Gashi shtëpinë e tij apo njënën nga dhomat e kishte të shndruar në od burrash, sepse aty zhvilloi aktiviteti I gjithë dashamirësve të përshlirimin e atdheut. Vështirësitë e shumta të integrimit e prekën edhe atë, por edhe pse kishte lënë krejt familjen në Kosovë, u kyçi me njëherë në lëvizjen popullore për shlirim dhe organizata që kishin vetëm një qëllim, shërbimin për Kosovën. Dhe pastaj nga dal u kyçëm disa në lëvizjen popullore për Republikën e Kosovës. Këtu jemi kyç Belul Berisha, Bayram Mula kryetar, kurse unë kom qenë nën kryetari I asaj shoqate, Mark Leka, Ahmet Metaj, Mastin Hak dhe disa tjerë, domethënë, kështu që vazhdojmë aktivitetet të ndryshme për çështjen e Kosovës. Kuadër të kësaj lëvizje, Ramadan Gashi ka vepruar në Berlin. Ka qenë nën kryetari I Këshillit të Berlinit. Dhe veprimtaria e tij është rinj, jo vetëm në Gjermani që kemi pasur në Berlin klubin Bayram Curi, në Bohum kemi pas Det John Lulin, në Düsseldorf kemi pas klubin Gjiladin Murati dhe klubin Përparimi më herët. Dhe po ashtu kemi pas edhe në lanin e Ludvig Shafenit, këshill të fortë që është Den Kastrua. Këta këshilla janë konë të organizuar dhe të lidhur me Këshillin e Përgjithshëm të Lëvizjes Popullore për Republikën e Kosovës në Zvicër, dega në Zvicër. Profili patriotik I një pjesëtari të lëvizjes kombëtare në diasporë nuk mund përcaktohet se nga lëvizjet e tij nga një formacion tjetrin, po nga qëndrueshmëria e idesë dhe e rezistencës tij. Dani ka qenë pjesëtari një lëvizje, një partije e tjera, por gjithnjë ka qenë atdhetar I kulluar dhe me përkushtim. Zaten qelul për Berlinin ishte shtëpia e Ramadan Gashit. Këtu gjatë bisedave mësova shumë për Ramadan Gashin, aktivitetet e tija qofshin ato legale, po edhe ilegale, dhe një nga ato ilegalet që mi I theksoi India Home ishte se Ramadan Gashi kishte sjell shpeshherë literaturë të ndaluar në Kosovë, e që qëllim kishte brymosjen e të rinjve shqiptar për të vendisuar që një ditë nëse atdheut I kanosët rreziku, ata të jenë në shërbim të çlirimit të tij. Së bashku me kryetarin e xhamisë shqiptare
Haxhi Mehdi Osmanin nga Radusha e Shkupit, i hapëm lokalet e xhamis dhe xhamin praktikisht e shndruam në vatër të dashurisë dhe të gjitha organizimeve tona kombëtare. Praktikisht, për çdo mbrëmje mbaheshin tubimet informative për sensibilizimin e opinionit mërgjimtar shqiptar rreth situatës dramatike, rreth luftës së përgjakshme në Kosovë. Dhe si një nga organizatorët e demonstratave të shumta, unë mësova se Ramadan Gashi ishte tetë aktiv në këtë fushë dhe se pjesëmarrja e tij në demonstrata të shumta ishte shumë e vlefshme dhe frydëdhënëse, sepse Berlini njihej për organizime të tilla dhe këto organizime kulmonin në demonstrata si në Bonn, Stuttgart, Berlin dhe shumë qytete tjera për ta internacionalizuar problemin shqiptarëve dhe në një formë për t'i mobilizuar shqiptarët për çlirimin e dheut. Pikrisht në këtë kohë, në takimet dhe bisedet e mia shpirtërore, miqësore dhe jashtëmase vllazërore me Ramadan Gashin, ai kishte një mall të madh, një dëshirë të zjarrt e të flakt që të jetë pjesëmarrës si ushtar i ushtrisë shërimtare të Kosovës në betejat e përgjakshme shqiptaro-slave në gjitha trojet e Kosovës, Dardanis, Iliro, Dardano, Arbrore. Ditë mas dite, vit mas vitit, filluan edhe që u shpërthej lufta në Kosovë, kështu që unë e mura rrugën për në Elbasan, se kom djalin e hallet në Elbasan nga një thaqin, edhe i tregova që do të shkoj luftë, a e tha do të bashkangjitem edhe unë me ty. Kështu që kemi shkuar drejtë në Koshare. Ta them të vërtetën, nashta bashkëdhëtarët e kanë prit krejt ndryshe, mirë po unë duke njoftë Ramadanin nuk ka qenë befasi. Që ai do të shkoj. Edhe më ka thënë telefon që do të shkoj, edhe kom ditë që shkon. Meqenëse s'kom qenë me përcjell, s'kom pas atë fat, se u larguam edhe urbanin, u larguam edhe jeta si zakonisht në Gërbet largon, u larguam pak a shumë mirë, po unë që kom njoftë Ramadanin më parë, ai kur thej ke shkoj e bëj e bënte. Edhe e ka bon edhe i lumt. Praktikisht më tha, Zekeria, imam i dashur, hoxhi i dashur, unë kam dëshirë, jam i përbetuar në idealin tim madhor kombëtar dhe dëshiroj të bashkangjitem radhëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, ku marrin pjesë aktivisht burrat, gratë dhe femrat më të devotshme e më të fisme të kombit shqiptar, që kanë rrokur pushkën, armët për t'i ndetur karshi përballë forcave barbare për te Karpatianes. Zatën këtu në këtë ndeje mësova se Ramadan Gashi kishte dhënë betimin që nëse atë dheut i kanoset rreziku, unë do t'jemi pari që do t'i vihem në shërbim me gjithçka që di mund dhe madje jam në gjendje që t'i fali edhe jetën atë dheut. Ishin betuar shokët e tij dhe ky mbi flamort, sepse kjo ishte ajo forma më e mirë për të betuar me dorë mbi shqiponjen dy krenare dhe me flamurin kuqezi. Një lëvizje ose një parti që do të themelohej në vitet 90 këtu, pati një ndikim të tillë që e përcopsoi energjinë kombëtare këtu që ishte të përpara, por megjithatë ajo nuk vënoj shumë dhe konsumoj kohën e vetë. Dhe doli se ajo nuk mund të ashtynte me tutje çështën e Kosovës. Dhe pastaj në skenë, ndërkohë që përgatitjet për themelimin e saj, për rezistencën e Matosut kishte filluar shumë më herët, doli në skenë edhe ushtria shqiptare e Kosovës. Praktikisht dhe këtij betimi solem ju përmbajt me devotshmëri, përpikmërisht dhe me fanatizëm të thellë kombëtar Ramadan Gashi, dhe bashkë me pjesëtar të tjerë shqiptar mërgjimtar nga Gjermania, Zvicra, Belgjika, Holanda, Zvicra dhe shtetet të tjera, deri edhe përtej oqeanike nga Amerika dhe Kanadaja, mori pjesë në radhët e ushtrisë shqiptare të Kosovës edhe Ramadan Gashi. Çdo natë nga Berlini, ju them kështu se e di këtë punë, janë nisur berlistat për të shkuar njerëz për të luftuar atje në Tiranë e tutjet. Njëri prej tyre,
Por i suksesshëm ka qenë edhe Dani Ramadan Gashi. Njeriu i heshtur, pa zhurmë patriotike të madhe, pa fjalamani, klubesh, dikush mund të mos e priste. Por kjo ishte ani se duke befasi, ishte prapë në kodin e tij intelektual, në kodin e tij adhëtar dhe traditës tij familjare. Ishte brenda saj ky. Prandaj do shkonte atje. Edhe ishte i suksesshëm sepse arriti të hynte në Kosovë, të merrte pjesë në luftën betejën e Kosharës më e madhja, më epikja betejë e ushtrisë shqiptare të Kosovës në Kosovë në atë kohë. Koshare, në fillim, Halil Bica i ka qenë që në ka regjistru, bile nuk i arroj fjallët e tina, tha, mas të shikon gëbeti që po në animojnë me pare, edhe nësë kishë mujtë me formu ushtri. Kurse ti tha ma që Gania të idealit halës, theu se koke i vjetër. Gania tha nuk përshkoj, tha mu martu, po përshkoj, tha me liftuë, edhe kështu që kemi shku në Koshare. Koshare kena pas neset Rëstem Berisha kryesori, kurse bashkëpunimin e kemi pas ma tepër me Gani Gjukën, nga Strelsi. Aty kum pat shumë gjana, kum pat gjana të dhishme, po kum pa edhe krenarien më të madhe që kum pa aty. Ne jemi konë të gatshëm të përgjigjemi luftës, po thamë nesë edhe unë kom ardhë për Gërbetit, si që ka ardhë pe atjeti kalon luksin, kalon familjen Ramadani, kalon punën, kalon mirëqenjen, ka mund shumë lehtë i tërheshin se ka pasur dikon brenda vendit, po nuk e kalon gjaku dhe xhenet, sepse është pasardhësi i Sadik Peçanit, që mohat mend në këtë kodra tona këtu luftë kundër Bugarit me një mitroloz, i vetmi ka pasur mitroloz atëherë, por që ata mohat mend shumë edhe si luftëtar të rim. Prandaj Ramadani nuk ka mujtë të rrit duar kryq dhe fillon drejt frontit luftës. Vjen në Tiranë, vjen në Krum, Tropoj, Dheja Mësyn, shpërthimit të kufinit me 9 prill 1999 në betejën e Kosharës. Vlen të theksohet për Ramadan Shemsedin Gashin, që e ka la luksin e Evropës, i ka la dhe familjen, është tërhek, ka ardhë në përmes rrugës gjithë mërgitarëve tjerë, ka ardhë është bashkue ushtrisë shqiptare në Shqipëri dhe kanë depërtuar në pikën e Kosharës, ku aty kanë bërë rezistencë të madhe, edhe është vetmja betejë që e kanë shkel, e kanë thy kufinin dhe janë futur në Shqipëri, në Kosovë. Kontributi nështë jesë mangi, mi thonë të gjitha, po kontributi tyne nuk matet me fjalë, nuk ka fjalë për mbledh gjithë kontributin e bashkëdhëtarëve, në veçanti të Komshiut tonë, bashkëvendasit tonë, Ramadan Shemsedin Gashi. Ramadan Gashi, një prej luftarëve të rrallë që la fitimin dhe gjithë pasurin që pati në përëndim dhe ju bashkan gjithë luftarëve të lirisë, duke marrë pjesë në luftën e famshme të Kosharës, ku tregoj virtytet e një organizatori dhe luftarit Aibur. Ai vërtet meriton me u quajt burr dhe jo vetëm burr që dha jetën për Kosovën, por që do ta jepte, pati fat se sa i joni, por mund quhet hero i lavdishëm i luftës së Kosharës. Prandaj jo vetëm Ramadani, por shumë bashkëdhëtar tanë erdhen nga Amerika, nga Zvicra, nga Gjermania, nga gjitha trojet ku patën largu gjatë kohës së sundimit serboslav dhe falen jetën e tyre për Kosovën. Kemi shumë dëshmorë cilët vlenë altar me virisë të Kosovës. Du falenderu ardhës e tyre dhe shkërimit të madh që përretoj populli. Ramadan Gashi mund quhet fillestar dhe përfundimtar i lëvizjes tonë për shtirimin e Kosovës. Andaj i qoftë gjithmonë për nder dhe burnia ti është shtirë me umat me jetët të cilët sot vazhdojnë me qenë krenar
që e patan shokët dhe që njotën. I tillë ishte edhe do t'jetë vepra e një burrit madh që nuk kurseu asgjë për lirinë e Kosovës. E përket brigadës Agim Ramadani, ose brigadës 138, neve na lidhin shumë çështje me to, mirë po realisht që tash mesin e tyne pra ka qenë edhe një bashkëvendasi joni, Ramadani, i cili realisht për neve është një lloj krenarie, një lloj frymëzimi për gjeneratat e reja, nështë duhet ta dinë se atë dheu duhet mu dashtë edhe për atë dheu duhet me sakrifikuar me dhënë edhe jetën. Pra, Baci Ramadan e ka këtë vërtet. Betejë e Kosharës ka qenë si një obligim madhor për shlirimin e Kosovës dhe piknisja ka qenë këtu, pikërisht në Koshare. Ky ofanziv, ky veprim për shlirimin e Kosovës ka qenë ideuar nga vetë heronjë tanë Agim Ramadani, Sali Qekaj me bashkëpunim me komandantë të tjerë. Në atë kohë e kemi patur si detyrë dhe një obligim që të fillojmë luftën sepse për largimin e okupatorit slav. Ka qenë shumë e vështirë, kushtet, gjonat, me luftu kundër një armate të tërë jugoslave, po vullneti ynë ka triumfuar të gjitha. Më ka arë peshnije si e marë, me thonë, po prap jam do me thonë 30 antarë familjes kanë vetë atje, vetëm e plakën këtu, po shqyqyr zotit e kom lavin, kom motrat, po vi këtu, po dalë, po shkojnë vizite motrat, me vlavin po rrimë, me këshi, me do shok kanë vetë hala këtu. Shumë edhe këtu po rrimë mije në vendin djetone, po pak jam me fëmijën i kam krejt atje, po me qësë se po na vinë shpesh, faleminderit, po na vizitojnë nipa, djali, qikat, faleminderit edhe për tyne, nuk po na lanë fort vetë, edhe po shkojmë edhe na, se nuk ka që nuk po shkojmë më rrallë, po shkojnë asa më shpesh, po më nëhëm me shku. Shumë dje me vajzat e kësaj toke u shkri në altarin e lirisë për të jetuar Kosova. Ramadan Gashi është pishtar i kësaj lirie që me guxim dhe forcë të pamatshme i doli Zot atë dheut. Këto virtyte njerëzore janë të rralla ndër të gjallët, por Ramadan Gashi i zotron ato.